Si që këshim njoftuar në kronikën tonë të fundit, në fletorin zyrtare të qeverisë greke, është publikuar vendimi i ministrit të rendit Mihalis Kristohoidis mbi mundësinë e lëvizjes së qytetarëve nga vendet e treta, të cilët disponojnë vërtetimin se kanë aplikuar për rinovimin e lejeve të qëndrimit apo për leje qëndrimi fillestare. Në vendimin në fjalë thuhet: gjatë periudhës kohore nga 1/1/2026 deri në 31/12/2026 lejohet një herë ose më shumë dalja drejt vendit të tretë përveç vendeve anëtare të Schengenit dhe rihyrja e fshetasve të vendeve të treta që qëndrojnë ligjërisht në Greqi dhe disponojnë një vërtetime veviosikatathesis të vlefshme se kanë depozituar kërkesë për lejë fillestare apo rinovimin e lejës së qëndrimit. 2. Vërtetimet posaçme, pra e ligjeve veveosit të vlefshme, përderisa dalin nga vendi brenda afatit të sipërpërmendur kohor dhe disponojnë pasaportë të vlefshme. Pra, afati sipërpërmendur kohor është 1 janar 2026 deri 31 dhjetor 2026. Një lloj lejohet deri në 31/12/2026 rikthimi në Greqi i kategorive të mësipërme të qytetarëve nga vendet e treta, përderisa kanë dalë nga Greqia ose do dalin në intervalin kohor nga 1/1/2025 deri 31/12/2025 dhe nëse gjatë kësaj periudhe nuk ka dalë vendim refuzues apo ankues për lejen apo rinovimin e saj apo për anulimin e vërtetimit të posaçëm. Pra, qytetarët të cilët kanë dalë nga Greqia duke pas veveosin deri sot lejohet që të rikthehen në Greqi. Pse zhvon kjo dispozit? Sepse në krye thotë që lejohet nga 1 janari 2026 deri 31/12/2026. Mirë, po ka qytetarë që kanë hyrë para 1 janari 2026, kanë dalë më saktë nga Greqia dhe do të rikthehen në Greqi pas datës 1 janar 2026. Prandaj, pra janë këto formalitetet, por të cilat nevojiten për shkak të rregullave të zonës Schengen dhe kjo është arsyeja që del vit për vit vendimi i ministrit të rendit. Mëtej në vendim përcaktohet se cilët persona përjashtohen nga kjo dispozit. Nga fuqja e zbatimit të këtij vendimi përjashtohen poseduesit e vërtetimit posaçëm që ju dasi pas paragrafit 5 të nenit 16 të ligjit 5038/2023. Sqarojmë se në këtë pikë bëhet fjalë për persona që janë liruar nga burgu me kusht dhe është vendosur ndaj tyre masa e ndalimit të daljes nga Greqia. Pra këta mund të kenë i ligjeve veosi pra vërtetim posaçëm, por nuk mund të dalin nga Greqia sepse kjo është masa administrative që këta kanë marrë pas lirimit me kusht nga burgu. Neni 2 ky vendim hyn në fuqi nga 1 janari 2026. Pra, sipas vendimit lejohet dalja dhe kthimi në Greqi së pari për ata që kanë aplikuar për rinovimin e lejes së qëndrimit dhe së dyti për ata që gjithashtu kanë aplikuar për lejet për arsye të jashtëzakonshme, si dhe ata që aplikuan me ligjin me qëndrim 3 vjeçar, me kusht të theksojmë që këta të kenë veviosikatathesis. Pse? Sepse bie fjala ata që kanë aplikuar për leje qëndrimi për arsye të jashtëzakonshme, exeretikus logus, fillimisht kanë marrë një vendim të thjeshtë që kanë aplikuar, që kanë depozituar kërkesën e tyre. Dhe kjo është një letër e cila i mbron ata nga policia. Kur çka këtë letër pra nuk mund të largohet, të arrestoj policia greke dhe ta largoj, ta deportoj nga Greqia. Përkundrazi, në rast se ke bërë aplikimin për leje për arsye të jashtëzakonshme, ke marrë dhe këtë vërtetimin fillestar dhe më pas kur qytohet dosja merë veviosikatathesis apo vërtetimin plus si quhet, atëherë edhe këta mund të shkojnë në vinë në Shqipëri sa herë që duan brenda vitit 2026 me kusht që gjatë kohës që ata janë në Shqipëri të mos jetë refuzuar, mos ketë marrë aporripsi aplikimit tyre, se po të ketë marrë aporripsi, refuzim pra, ata nuk mund të hyjnë më në Greqi. Pra, të gjithë juve që përfitoni nga ky vendim dhe keni shkuar apo do të shkoni në dhe për të kaluar festën e vitit 3 apo për të shpallur me të afërmit tuaj, ju uroj të kaloni gëzuar dhe të ktheheni shëndosh në Greqi.